Dhe kam ngel një 20 milion lek borxh, do më thënë njerëzve që u kisha thënë po. Qa vit ishte? 2000. Është goxha 20 milion vitin 2000. Po ishin 50 milion që duhet paguaja. Po. I lava 30 milion me ndihmat që mora dhe 20 milion të tjera unë i kam larë dal nga dal duke marrë avionin. Çdo të premte. Mbaroja mësimin, të premten merja avionin, shkoja në Zvicër, punoja të premten në darkë deri në 5 të mëngjesit, në një nga klubet ku kishte shqiptar, të shtunën përsëri deri në 5 të mëngjesit, të dielën përsëri deri në 5 të mëngjesit, se ishin klube nate. Po. Merja avionin në 7 të mëngjesit, vija në orën 10 në shkollë, pa gjumë fare, kishte raste mëzinte gjumin karrige, i ktheja ato frangat në lek dhe shkoja takoja njerëzit të cilëve u kisha borxhet.